Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramazani është mundësi e artë që njeriu të çliron veten nga lutjet që ja drejton robërve e të ja drejton lutjet e tija Zotit të robërve. Të liron veten nga kërkesat që i ka prej njerëzve në kërkesat që ja dërgon Zotit njerëzve, Allahut Madhreshëm. Allahu i Madhreshëm në Kur'anin Fisnik thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kur të pyesin robërit e mi për mua, jam afër tyre. I përgjigjem lutjes së atij që më lutet mua. Ky ajet kuranor është futur në mesin e ajeteve që flasin për agjërimin, që do thot agjërimi vetvete ngërthen edhe lutjen që duhet besimtari t'ja drejton vazhdimisht madhërisë së tij, Allahut të Madhreshëm. Ibn Ashuri, njëri për ulemave të tefsirit, thot ky ajet aludon se agjëruesi ka një lutje që nuk i refuzohet, dhe Ramazani është një muaj ku lutjet që bëhen brenda këtij muajit nuk kthehen mbrapsht. Për këtë shkak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, të cilin e transmeton Abu Dawudi rahimahullahu ta'ala në sunën e tij, çka thot? Thalathatu da'watin la turad. Tre lutje nuk kthehen mbrapsht. Cilat janë ato lutje? E para tha da'watu sa'im, lutja e agjëruesit. Pastaj tha lutja e atij që i bëhet pa drejtësi. Dhe pastaj tha lutja e udhëtarit. Për shifne, Ramazani brenda vetes e ngërthen këtë mundësi të artë, që ti brenda 24 orëve mund të lutesh me qindra herë dhe të kesh qindra kërkesa, i bindun se këtë ato gjëra që ti i kërkon nga Allahu i Madhreshëm, ato do gjenë përgjigjen nga madhnia e tij në formën që ai e vlerëson se është më e saktë për ty. Andaj mos hum kohë, as një sekond, as një minut, as një orë, as një ditë pa e lutë Allahun vazhdimisht, sepse me adhurimin e Allahut, me lutjen dhe Allahut, ti e adhuron Allahun me një adhurim të jashtëzakonshëm. Adhurim është i lehtë, e fitimet i ka të mëdha. Andaj shfrytëzoja rastin, lutë Allahun për veten tënde, lutë Allahun për prindërit e tu, lutë Allahun për gruan dhe fëmijët e tu, lutë Allahun për familjen e gjerë tënde, vllahun e motrat, e migjallart, e dajallart, e tezët, e hallat, e kushërinë në përgjithësi, lutë Allahun për besimtarët, për miliarda besimtarë që janë, për çdo besimtar që lutesh, fiton shpërblimin për te. 2.2 miliard muslimanë në botë. Lutë Allahun për muslimanët antje ku kanë probleme dhe vështirësi, kudo që janë ata, e sidomos në Palestinë, e sidomos në Gaza. Lutë Allahun në pjesën e fundit natës, kur ti zgjohesh për ta gjallëruar natën e Ramazanit, tani në 10 e fundit, me adhurim, lutë Allahun që Allahu të ndihmon muslimanëve në Palestinë dhe në Gaza dhe të shkatron zullumqtarët kudo që janë ata. Lutë Allahun që neve haxhallarëve, Allahu të na jep dituri të dobishme, na jep vullnet dhe entuziazëm për ta shërbyer këtë fe, na jep urtësi në artikulimin e të vërtetave të Islamit, na jep qëndresë në artikulimin e hakut të vërtetës, edhe nëse është e hidhur për ndokënd. Lutë Allahun që të na jep sabër në këtë rrugë e mos e përfundojmë jetën tonë përveç se duke qenë Allahu i kënaqur me ne. Zoti shpëleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.